Nëse edhe Michael Saylor po shet Bitcoinin, atëherë ti çka po pret? Kohët e fundit është duke sjellur një lajm dhe duke bërë bujë se Michael Saylor ka shit Bitcoinin. Të gjithë po bërtasin, Michael Saylor po dorëzohet, Michael Saylor do të falimenton. Por të gjithë këto që po bërtasin nuk i di një fakt. Shikoj këtë video deri në fund dhe do të mësosh se pse Michael Saylor po e shet Bitcoinin. Prej periudhës 29 qershor deri 5 korrik, Michael Saylor ka shitur mbi 3588 Bitcoin. Dhe normalisht kjo ka krijuar një bujë në rrjetet sociale. Se Michael Saylor ka qenë një person prej atyre që në çdo intervistë ka dhënë fjalimin se unë nuk do të shes kur Bitcoin dhe çdo herë do të blej. Dhe tash po bie se Michael Saylor është duke kundërshtuar me fjalët e veta. Moto e tij që thot blej sa më shumë Bitcoin vjen në një moment ku ai detyrohet të shes Bitcoinin. Por shumica e njerëzve nuk e dinë se si funksionon Michael Saylor dhe pse ka ardhur deri te shitja e Bitcoin. Michael Saylor kur blen Bitcoin, ai blen Bitcoin me parat e investitorëve që kanë investuar në produktet që ai ka ose në firmat që ai posedon. Michael Saylor i ka pruar investitorët te firmat që ai posedon dhe u ka premtuar që do të kenë 10% fitim vjetore. Dhe me parat e investitorëve, Michael Saylor blen rregullisht Bitcoin. Dhe çka ndodh? Michael Saylor çdo vjet duhet të paguajë investitorëve mbi $1 miliard. Dhe normalisht se Michael Saylor do të vi koha ku do të shes Bitcoinin. Por çka ka ndodhur realisht? Michael Saylor momentalisht posedon po ashtu rreth 840.000 Bitcoin. Kostoja mesatare e blerjes së Bitcoinit te Michael Saylor është $74.000. Do me thonë, Michael Saylor e ka shit Bitcoinin në $60.000 dhe është mbi 20% në humbje. Kjo nuk është një strategji perfekt, se ka pasur mundësi që ai të shes këtë Bitcoin kur ka qenë në $100.000, në $120.000, jo të shes me humbje, por Michael Saylor nuk i ka llogaritur këto sene siç duhet. Vjen momenti ku ai detyrohet që të shes Bitcoinin se u ka premtuar investitorëve 10% fitim vjetor. Dhe patjetër që ai të paguajë dividendën investitorëve në kompanitë e tij. Michael Saylor u bë i famshëm për arsye se ai blente Bitcoin rregullisht. Momentalisht ai posedon më shumë Bitcoina se çdo firmë që ekziston në botë. Dhe nuk duhet të harroni se Michael Saylor nuk është këtu që ju të fitoni. Në këtë treg, çdo kush që vjen ose që shkon, vjen me një qëllim që të fitoj para. Asnjë nuk vjen që të vu pasuroj juve. Për këtë arsye, ju vetë duhet të kujdeseni për emocionet, të investoni më shumë në edukim se si funksionon e gjithë loja. Është normale që Michael Saylor do të shes Bitcoin. Mund të ndodhë që edhe nesër të shes Bitcoin ose më vonë që të blej Bitcoin. Çdo sen është e mundshme. Dhe vjen momenti si të ceka më herët, opa, Michael Saylor përsëri e ka shpallur këtë foto para 1 orëve se do të blej përsëri Bitcoin. Kjo do me thonë që Michael Saylor nuk është dorëzuar nga strategjia e tij në blerjen e Bitcoinit, por ka shitur një sasi që të paguajë dividendat investitorëve të tij. Dhe Michael Saylor ka shitur nëse llogarisem as 1% e Bitcoinit që posedon. Ai posedon mbi 840.000 Bitcoina dhe çdo sen është në rregull. Do të shes Michael Saylor. Po do të shes normalisht si të ceka më herët, ai këtu nuk është që të pasuroni ju, por që të pasurohet ai vet. Dhe shitja e Bitcoinit është një gjë normale. Nuk është mirë që një person të posedojë kaq sasi të mëdha të Bitcoinit. Pse? Se mund të dëmtoj tregu në çdo moment, por ai momentalisht posedon këto Bitcoina dhe se në ndryshon realitet. Por është një pozitivitet se rrugtimin e këtij do ta ndjekin shumica e investitorëve, shumica e kompanive, shumica e fondeve që kanë miliardë në qarkullim dhe së shpejti do të ndjekin të gjithë rrugtimin e këtij duke bler Bitcoin. Atëherë do të kena një supply shock ku çmimi i Bitcoinit do të jetë aty ku që disa vjet pretendojnë. Po vazhdon tutje me lajmin e radhës. Clarity Act nesër do të rishikohet nga Senati me 13 korrik. Clarity Act nëse votohet, që unë besoj që deri fund 2026 ose deri këto 2-3 muajt e fundit do të jetë këtë në rregull. Clarity Act është shumë pozitiv për tregun e kriptovalutave. Pse është pozitiv? Do të ketë më shumë kontroll për investitorët, do të ketë më pak mundësi që të bëjnë manipulime nga exchange-at, çdo sent do të jetë e rregulluar me ligj. Nuk do të ketë shumë mundësi që njerëzit të bëjnë pump dhe dump, që të bëjnë skema mashtrimi,
do të rregullon çdo sen me ligj dhe do të ketë mundësi që të manipulohet tregu nga disa personave siç ka ndodhur manipulime dhe siç ndodhen që tash. Midhen disa exchange dhe e manipulojnë tregun poshtë ose nalt për përfitime personale. Clarity Act do të bjerë më shumë siguri në treg dhe normalisht do të vinë më shumë investitor, do të investojnë më shumë institucionet, se do të kenë më shumë besim në kriptovalutë. Ndërsa BE-ja lufton kundra kriptovalutave, Shtetet e Bashkuara Amerikane luftojnë kundra. BE-ja me ligjet që i ka pruar për exchange-at i ka përjashtuar mbi 80% exchange-eve në Evropë. Shumë exchange-a siç është Binance ende nuk e kanë marrë licencën MiCA dhe nuk kanë mundësi që të bëjnë blerje ose shitje në Evropë të gjithë përdoruesit që përdorin Binance. Kjo është një shkatrim nga ana e Europës, por si çdo herë Europa është kundra kriptovalutave. Pse është kundra? Është normale se Europa do që të ketë kontroll në çdo cent ju ku e harxhoni, do që të di çdo euro se ku e çoni. Nuk ka qef që të ketë decentralizim dhe mos të ketë kontroll se çka është duke bërë me paranë e juaj. Do të shohim po ashtu edhe pak tregun, do të shohim Bitcoinin është një çmim $64,000, jemi rikthyer nga ramja që kena pasur masive, mund të kemi këtu për një javë kena mbi 2%, kena qenë në një çmim $61,000 dhe momentalisht jena në afër $64,000, kena qenë para disa orëve, por përsëri tash jena $63,000, me thënë për një $64,000 është pozitiv në çmimin ku është. Shumica ende nuk i din në bear a në bull, si nëse krahasojmë dhe bazohemi në ciklet 4 vjeçare, kjo për mu monti kanë thënë që janë në bear market, shpresoj të gaboj, por nëse bazohemi në ciklet 4 vjeçare, por do të shohim, shpresoj që të gaboj. Normalisht sot është e diell dhe përsëri kena manipulime të tregut. Përsëri ka nisur sulmet Shtetet e Bashkuara Irani ka nisur sulme kundra Kuvajtit, Katar, kundra Emirateve dhe normalisht sot është e diell ka më pak volume në treg dhe manipulimet janë më mëdha në kripto. Nesër do të hapen tregjet në Shtetet e Bashkuara Amerikane dhe normalisht do të ketë përsëri manipulime masive në treg. Çdo herë këto manipulime ndodhin të diellën se likuiditeti është shumë i ulët, çdo herë të diellën doli lajme se do të ketë marrëveshje, do të sulmojmë. Kjo më ka bë si një serial indie ku ka 1 milion epizoda, s'ka fund dhe çdo ditë janë duke bërë marrëveshje, çdo ditë janë duke sulmuar njëri tjetrin, kjo më nuk është interesante. U ka bë më qesharake se çka janë duke bërë, por normalisht ata e din më mirë punën e vet. Kur ka budalla, pse mos ta shfrytëzojnë edhe ata çdo mundësi që vu lejohet. Nëse bazohemi në siç thash më herët, këto janë cikle. Për shembull, 2026-a mund të shohim këtu momentalisht jemi në vitin 2026, jena në mendimin jam. Jena një bear market, nuk është bear market aq i scale, po në bear market. Historikisht koha më e mirë e blerjes e Bitcoinit dhe kriptovalutave ka qenë po ashtu në këtë bear market. Masanej do të nisë akumulimi pre-bull, do të nisë bull i parë dhe 2029 do të nisë përsëri çdo sen që të kthej. Shumica nga ju mund të parashtroni pyetjen, po këtë bull s'kena pas shumë rritje. Ka shumë faktorë dhe shumë arsye pse s'kena pasur rritje masive. Para 4 vjetëve për shembull kena pasur 1 milion kriptovaluta, momentalisht janë mbi 50 milion kriptovaluta, ku çdo ditë shtohen nga 50-60 kriptovaluta dhe është normale që nuk mundet që të gjithë kriptovalutat të eksplodojnë. Atë hanëvet e kanë thyer disa nga më të famshmit, BNB-ja, Bitcoini normalisht, siç e dini edhe vet, XRP-ja, ka disa që Solana po ashtu ka thyer atë hanë. Tash, se ti se ke ble BNB Solanën ose XRP-n në kohë, nuk do me thonë që s'kena pasur një bull market. Faji është i joti se ke bërë investim të gabuar. Po, edhe unë kam bërë disa investime të gabuara që normalisht edhe unë pres një bull, por kush ka faj? Vet jena fajtor për sendet që i kena. Shpresoj do jem unë gabim, por do të shohim se si do të shkojë. Do në Bitcoin ETF më në fund kena blerje, më në fund para ditëve kena pasur $197 milion blerje.
është mirë, është pozitive, mas disa jave, 3-4 javë, më kena pasur shitje masive në Bitcoin, ETF, dhe tash tregu është normalizuar pak dhe kena, siç mund të shihni, kena pak blerje, është pozitiv që nuk kanë bërë shitje. Po ashtu edhe BlackRocku këtë javë ka bler $291 milion në Bitcoin. Kur themi BlackRocku, nuk ka bler BlackRocku me parat e veta, por edhe BlackRocku ka bler Bitcoin me fondet e investitorëve në kompaninë BlackRock, në kompaninë e tij. Mund të shohim këtu që edhe në që më shumë më ka bërë përshtypje dhe që jam duke ndjekur disa ditë, Warren Buffett është në para cash momentalisht $397 miliardë. Herën e funit Warren Buffett ka dalë total, domethënë nga tregjet dhe ka zotëruar kaq para në vitin 2007-2008, pak para recesionit të madh. Dhe Warren Buffett përsëri është pozicionuar në para cash dhe tash janë të gjithë duke shpresuar, duke menduar që ai po dinë se ose do të ketë përsëri një recesion të madh, a do të ketë, unë nuk e di, ndoshta ka ndonjë ekspert që e di, a do të ketë një recesion të madh. Do të shohim, shpresojmë që mos të kena, po çdo sen është e mundshme. Çdo sen është e mundshme në këtë treg. Për shembull, se si thashë themet mund të dëmtoj një projekt. Cardano ka ra brutalisht në këtë cikël. Pse ka ra? Ka ndalë thashë themet se Hutchinson, kryesori i Cardanos, se do të dalë në pension dhe dalë nga ekipi Cardanos. Dhe menjëherë kena pësuar se ai konsiderohet si më i forti në atë tim dhe normalisht investitorët kanë dalë nga ky projekt. Mund të shihni Cardano në minus 77% për një vjet. Tash, për mua, momentalisht për mua është çmimi më i mirë për blerjen e Cardanos. Nuk është këshill financiare, ju vetë vendosni a do të bleni, a do të shisni, ose çka do të bëni. Unë personalisht e shoh kohën më të mirë për blerjen e këtij projekti. Minimumi që mund të bëj ky projekt në 1 vjet ose 2 vjet të ardhshëm është minimalja X3 dhe X4. Mendimi jam, nuk është këshill financiare. Mund të shohim këtu se Cardano ka mbyllur çdo thashë theme se ai nuk ka dalë nga Cardano tim, se është një video e vjetër e montuar dhe sa ai do të vazhdoj që të udhëheq timi Cardano dhe çdo sen është në rregull. Cardano funksionon perfekt, blockchaini funksionon perfekt, teknologjia e Cardanos funksionon, është në rregull, nuk ka asnjë dështim. Tash ka dështuar çmimi. Ka dështuar çmimi në këtë bollë, por edhe për shumë projekte të tjera. Po më thonë që është projekt i keq, ose që duhet të dalësh nga projekte, se që nuk duhet ta blesh. Për mua Cardano, siç e thash më herët, është në çmim ideal për blerje, por çdo kush do të vetë të vendosë. Dhe lajmi i radhës që duhet patjetër të ndëgjoni është giganti i UBS, i cili vlen $7 trilion, thot se kripto është evolucioni i financës së ardhshme. Leave out of Dhe trust. gjatë. People want to put their assets and their, whatever assets they had in a trusted place. And I would say the new technology still needs to prove themselves over the years, particularly after quantum. A duan ato ose as duan, duhet të adaptohen me sistemin e kriptovalutave. Duhet të adaptohen me sistemin e blockchainit. Disa vjet ka pasur luftime ndërmjet bankave dhe kriptovalutave, por më në fund është një thënie popullore. Nëse nuk mund të ta fitosh, atëherë bashkohu me atë. Kush është më herët në kripto e din se sa shumë kam pasur kritika për kriptovaluta, sa shumë kam pasur kritika për Bitcoinin, sa shumë pengesa kanë bërë se i ka quar Bitcoin mashtrim dhe përdoret veç për larje parash, për kriminalitet dhe kështu me radhë. Por kena ardhur në një kohë ku giganti i UBS-it thotë se e ardhmja është kriptovalutat, blockchaini. Mos të harrojmë se UBS investon në Bitcoin në mënyrë indirekte dhe nëse keni mrirë dhe fund të videos që nuk besoj se shumica e njerëzve nuk e shikojnë video dhe fund është 2-3%, ndoshta 2-3% që është që çdo herë fiton. Atëherë nëse ti je nga 2% ose 3%, like atë video, subscribe chanelin dhe miru pafshim te video në radhës.